Rreshje të lehta dëbore janë regjistruar mëngjesin e kësaj të mërkure në qarkun e Korçës, konkretisht në segmentin rrugor Boboshti-Dardhë. Edhe pse vendi ka hyrë tashmë në stinën e pranverës, në zonën e Dardhës janë shënuar rreshjet me intensitet të ulët gjatë orëve të para të mëngjesit, duke krijuar përkohësisht një panoramë tipike dimërore në këtë zonë malore, e njohur për temperaturat më të ulta dhe klimën e freskët gjatë gjithë vitit. Sipas informacioneve nga autoritetet lokale, firmat e mirëmbajtjes së rrugëve kanë ndërhyrë menjëherë në terren për pastrimin e dëborës dhe kriposjen e segmentit rrugor, duke bërë të mundur që qarkullimi i mjeteve të vijojë pa probleme të mëdha. Drejtuesit e automjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes, kur temperaturat mund të bien nën zero dhe të krijojnë ngrica në sipërfaqen e rrugës. Burimet meteorologjike thojnë me dije se këto rreshje janë sporadike dhe lidhen me uljen e përkohshme të temperaturave në zonat malore, një fenomen jo i pazakontë për muajin mars. Megjithatë, nuk pritet që ato të kenë ndikim afatgjat në kushtet e motit në të gjithë qarkun, ku në pjesën më të madhe mbizotërojnë kthjellimet dhe temperaturat më të buta pranverore. Ndërkohë në zonat e tjera të qarkut të Korçës nuk janë raportuar rreshje dëbore, ndërsa situata në akset kryesore rrugore paraqitet e qetë dhe pa probleme. Autoritetet vijojnë të monitorojnë nga afër kushtet atmosferike dhe janë në gatishmëri për të ndërhyrë në raste përkesimit të motit, duke garantuar sigurinë dhe normalitetin e qarkullimit për banorët dhe vizitorët e zonës.